Jemi në këtë transmetim live në Vënçe, në bardhazin tuaj, do të flasim për një temë e cila, ku ti unë, as temë nuk është. Është mega temë. Prap foltore, kupton? Prap doktori foltore. Prap, qa do zgjidhi doktori me prap foltore? Që do të diskutojmë me një panel të shkëlqyer si gjithmonë. Tet Kopliku, një mik i dashur i studios Bardhazia, është një prurje shkëlqyer në Partinë Demokratike. Shumë mirë që të ketë shumë teda në parti, po ja që s'ka, kështu që këtë që kemi do e mbajmë me kimet. Rikthehet Mirela Jorgu ajon e dashur, falenderit Mirela që e mike emisionit tonë dhe që nuk na la asnjëherë vetëm. Tan Manushaqja, një pedagog i shkëlqyer, një mik i dashur, ai është gjithmonë i pranishëm në studion tonë për diskutuar me forcën e zemrës së tij. Dhe rikthehet pas një mungese të gjatë, ta pushtetarët bëjnë mungesa. Alfred Muharemi, ti Alfred përfaqëson në një farë mënyrë edhe jetimët dhe me dinjitet, dhe unë të përgëzoj për këtë, dhe nuk ka njeri dhe burr nëne që mund të guxoj ta preki këtë gjë. Ne miq i kemi, por edhe miq gabojnë, edhe ua themi në sy që keni gabuar shumë. Ju falenderoj që e mene sot. Faleminderit për debatin e di vetë s'ta mësoj dot unë. Mirë. Ka shumë akuza që PD-ja është shitur. Është shitur. Nga demokratët janë këto akuza. Dhe ndoshta të mbuloj këto shitjet ble foltore, ka i shleka marrë për shitjen? Sa ka filluar ble foltore? Pyetja është për mu? Jo, pyetja është për të gjithë. Unë jam duke të parë ty, po përgjigjet ai që nga cpohet i pari. Me që u drejto, po besoj që përfaqësoj opozitën më shumë se pjesa tjetër e panelit dhe nuk arrijmë e kuptu paradoksin, pra blejmë foltore për me akuzu vjedhjet, sepse foltore është një hapësin më shumë për me akuzu pikrisht këto vjedhje. Dhe sot ne gjenera një kontekst i cili nuk po bëj rreshtimin e situatës, pra sipas Eurostatit ku 20% e popullsisë jeton në skamje totale, 40% është përjashtim social total, por po flasim për një vjedhje që për herë të parë po studiohet si po hetohet si një çështje e mirë fill, pra nuk po hetohet. Jo, s'na del, domethënë, derisa të rrëzohet regjimi dhe derisa të kthehet mundësia për shqiptar. Si të rrëzohet ky regjim? Nëse më lënë mu përgjigj, nuk e di për cilë marrëveshje keni fjalën. Ka shumë demokrat që akuzojnë demokrat. Ka gjithmonë, patjetër që ka gjithmonë demokrat. Demokratës, po edhe jo demokrat. Unë po flas për atë çështje që ju pyet. Pra, sot gjithëna përballë një mega vjedhjet, siç ishte ajo e 50 milion eurove që mbyllet me një telefonat dhe jo vetëm mbrapa, por shumicën e rasteve mundona me deviju biseden nga ajo që është më shqetësuesja, ajo është maja e icebergut. Por për herë të parë, siç e thash, po hetohet një tender mirëfilltazi për tender, pra sepse kena hetu Gruner Jan Veliz për fustane, kena hetu dike tjetër për tapete, dike tjetër për vibrator. Për peshk. Por, për herë të parë, po hetohet një çështje që me shumë mundësi çon tek ajo te finaliteti që në fakt çojnë gjitha rrugët e korrupsionit, siç është rasti i Rams, dhe nuk është vetëm telefoni i zotit Berberi, por ka shumë fakte. Time ka pasur gjithmonë apo jo, nuk është se është e pak. Edhe për rrugën e kombit edhe për ka pasur gjithmonë etime. Po, gjithmonë. Unë çfarë do dali na etimet? Sidomos për këta 13 vitet e fundit që po vjedhen shqiptarët në atë, domethënë në atë majet icebergu që kena parë në atë mënyrë dhe për fat gjitha ato rrugë, pra jo vetëm që po vjedhen, edhe po bën më të shtretën gjithë Europën, por edhe po shemben në shiun e parë. Nëse mund të replikoj ose mund ta filloj një përgjigje që nga pyetja juaj, është shitur PD-ja? Nuk është shitur PD-ja, PD-ja është shitur te La Civitaja, një buxhet 6 milion euro për të cilën mund ta përdorte për komisionerët gjatë fushatës së zgjedhjeve, se i la dhe pa ngrënë edhe papir. Do me thënë ju nga propozoni dhe si me përdorë ligjërisht justifikoni 6 milion euro që keni quar dhe La Civitaja për zgjedhjen edhe leancën në madhështore që të jepshin Shqipërinë madhështore, dhe më pas mua më vjen keq sepse i madhe, i vogël, i udhë, i pa udhë është futur në rrugën e disinformimit, në këtë rast edhe ti si i ri. As për udhëzimin strategjike se si i përdor fundet nuk të ndërpreva, por ma lejo që unë të t'jap një këshill si edhe si të dy të rinj që jemi, që desinformimi është jeni përfaqësuesi hajdutave më të mëdhenj. Ju jeni projektor. Edhe jeni përfaqësuesi ju jeni projektor të gjithë informacionit
filmit, edhe të karikaturave të mëdha që jepni. E para nuk kemi një akuzë për korrupsion, po kemi një akuzë për pabarazin tender, këtë po e gjykon drejtësia dhe ky 50 milionë euro që se ju duken gjithë 50 milionë euro, se keni harruar rrugën e kombit që nga 600 milionë euro quhet 1.3 milionë euro. Ishim të folë për foltore. Shpjegove tunelin. T'japin një informacion që mendoj që duhet ta lexosh edhe është mirë edhe për qytetarët që ta dinë këtë gjë. Është profesioni juaj sepse një tunel 5 milionë euro ju e quani që bën 25 milionë euro, duke qenë se gërmimi ka shkuar gërmimi ka shkuar shumë mirë dhe ka dalur tuneli me 2 tuba kalimi, një rrugë emergjencë, një rrugë kalimi kryesor. Dhe nuk ka qenë nevoja për të bërë kjo urë, po me këtë rast kanë dalë 2 tuba kalimi, duhet bëjnë dhe 2 ura si pas këtyre, ura e këtyre është 25 milionë euro, edhe një urë tjetër, po bëjnë një lloj analize, një minutë të lutem. Nuk do bëjnë bilanci tash sa e bëri urën ti, sa e bëri urën ai. Problemi është që opozitarët dhe demokratët nuk po arrin dot. Më fal, një foltore më duket si shoqat, sikur është mbledhje shoqat. Ore foltore është e drejta e gjithkujt të bëj foltore. Edhe juve po të ishin, edhe juve po të ishin në opozitë, do bëni 3 foltore, 4 foltore. Jo, mëse protestat tona kanë qenë madhështore për atë punë, edhe kanë qenë për të drejtat. Kurse ju bëni protesta për duke marrë vesh për çfarë bëni, e bëni që ta ktheni PD-n në shoqat. Problemi është se çfarë do gjejmë me foltoren, përfaqësuesit e Rilinjës shpjegojnë se si duhet pështoj Partia Demokratike dhe si do ta bëjnë atë aksionin politik. Pra, këto na thojnë, na vjen keq për ju si jeni. Këto na thojnë që kush punë lek ligjore pra që ka për fushat Partia Demokratike. Këta na tregojnë se si duhet organizohet Partia Demokratike. Problemi është se këto 50 milionë euro pra që villen në këtë rast, sepse ka 460 milionë euro për incinerator që nuk ekzistojnë. Miliarda euro që villen, vetëm duhet më shpjegoj diçka. Shqetësimi shqiptar është. Unë e dim bilancin e vjedhjes së Jo, nuk e din shqiptar. Nuk e din shqiptar sepse kalojnë pikërisht penali që ka kaluar në Spake sa jo i dini shqiptarët e din. Dhe këto miliarda euro që villen, ku shkojnë? Janë lodhur shqiptarët me deklarata, Tedi, janë lodhur shqiptarët me fjalime patetike. Ky vodi kaq, ky bëri aq, ky është ndjekë. Çfarë do bëhet me foltoren? Jo shpjegon Alfredi. Jo, se di Alfredi, unë po jo shpjegon Alfredi sepse ju jeni duke mbërtit mua, jeni duke më shpjeguar. Tedi, jo nuk po flas. Jam një njeri opozitar. Yes, jeni duke folur, jeni duke mbërtit. Jo, jam opozitare. Më fal, shiko. Tedi, unë ta shikoj të futi, po të shikoj që ti je ingranuar dhe shumë që kanë marrë Partia Demokratike njërë si puna juaj dhe shqyqyro zot të rifreskojt, por personar si puna ime kam 13 vjetër rrugëve të Tiranës dhe po pres të ketë shpres, jo me foltore pas foltore. Jo mos kam pun me Alfredi, kam pun me ata që përtajson. Ore të lutem shumë, unë kam pun. Kush është strategjia e foltores? Qarë do bëjt me grup seksione? Nuk kanë zbritur, kryesia e Partisë Demokratike dhe gjithë ata që janë kupola e Partisë Demokratike nuk kanë zbritur një herë në bazë dhe të pyesin çfarë hallesh kanë opozitarët dhe demokratët. Artan. Unë mendoj që nuk shitet dhe nuk blihet opozita, as Partia Demokratike. Ka akuza nga njerëz që janë të opozitarë. As doktor Berisha. Kush opozitarë, që kanë drejtë në katran. Mund të ketë. Nga Korça në Shkodër, në Elbasan, gjithë njerëzit po flasin dhe po thonë që kështu nuk bëhet. Mund të ketë në një individ. Kallët jo që thonë që po bën detyrë patriotike Partia Demokratike me kthy demokracinë në vend. Domethënë fare që doni me ndëgjuju. Tedi po prisin 10 vjet më burr, 10 vjet të vinë në pushtet, s'po vjen pushtet. Çfarë unë nuk di me dalë mi zanin tuj. Po të di, më vjen shumë keq se të respektoj, unë të kam djekur dhe je një të rinë. Ju përgjigjen për ta na pyetjet, në qoftë se më lejoni me fol. Po të di, je njeri që unë, domethënë Partia Demokratike ta ketë për nder të ketë njerëz si puna juaj. Ka plot si puna jeme, ka shumë atë mirësi. Jo, nuk ka plot. Janë ata që janë, nuk parin dot të hapet ajo shkreta parti që të futen individ si puna juaj dhe të tjerët. Dhe po dalin foltore pas foltore. U bë foltore në 2021, u bë foltore në 2022. Ore, po ku po shkojmë? Po mi si do bëj unë e kam shprehur edhe herë tjera. Kur fitoi Partia Demokratike, unë isha në gjimnaz.
pastaj u martova, pastaj shkova në universitet, shkova në universitet, u martova, u bëra me fëmijët e mi po rriten, janë martuar, do bëjmë gjyshe, akoma, ore më falë, po pse s'ka gjak të ri aty brënda, mo janë jetë e motë, po të shfarë të bëjmë ne? Si po hapet a e shkreta parti që të futen? Jo, po ka diçka interesante.